Për herë të tretë, Vlora do të jetë mikpritëse e Kupës së Ligës Unike në basketboll për femra. Flamurtari, Bashkimi i Prizrenit, Peja dhe Partizani do të diskutojnë datat 18 dhe 20 mars finalet e Ligës Unike në basketboll për femra, teksa ka përfunduar tashmë sezoni i rregullt. Janë përcaktuar edhe ndeshjet gjysmëfinale, të cilat do luhen të martën në orën 18:30, fillimisht me ndeshjen Bashkimi Flamurtari dhe në orën 20:30 me ndeshjen Partizani Peja. Drejtoresha e klubit shumë sportësh Flamurtari konfirmon për Blu Televizion se ky është një kompeticion shumë e rëndësishëm mes 4 skuadrave më të mira mes Shqipërisë dhe Kosovës. Sipas saj, është një kompeticion ku padyshim Vlora është mikpritëse për herë të tretë dhe do të jetë një aktivitet mjaft i rëndësishëm për të gjithë qytetin e Vlorës. Për herë të tretë në qytetin e Vlorës organizohet Liga Unike. Jemi në Final Four, janë kualifikuar 4 skuadra, Bashkimi, Peja, Flamurtari dhe Partizani. Është një garë shumë e vështirë, ekipet janë shumë të forta. Është një organizim shumë i madh nën kujdesin e kryetarit zotit Ermal Dreda, nën kujdesin e veçantë të nën kryetarit të sporteve zotit Levis Kaso. Mendojmë që të dhurojmë një spektakël për të gjithë sportdarësit vlonjat dhe jo vetëm. Mendoj që ekipi Flamurtari do bëjnë më të mirën. Janë vajza që janë stërvitur, vajza që janë lodhur për të ardhur në këtë Final Four. Hasanaj ka deklaruar se e pritet edhe mbështetje e madhe e publikut vlonjat, pasi duhet të jenë të pranishëm për t'i dhënë një përkrahje sa do të madhe ekipit të Flamurtarit në basketboll për femra, me synim për të arritur finalen dhe pse jo më pas edhe titullin e Ligës Unike në basketboll për femra. Si asnjëherë, unë dua që të gjithë të vinë të mbështesin fanellën e Flamurtarit, të vinë të mbështesin ekipin e vajzave, të vinë të mbështesin qytetin e Vlorës, sepse ky është nga të vetmet ekipe në qytet që ja vlen ta ndjekësh dhe ta mbështetësh. Liga Unike në basketboll për femra arrin tashmë në finishin e saj, ndërsa janë përcaktuar dhe 4 ekipet finaliste: Flamurtari, Bashkimi i Prizrenit, Peja dhe Partizani, të cilat do të diskutojnë fitimin e trofeut në datat 18 dhe 20 mars në Pallatin e Sportit Flamurtari të qytetit të Vlorës, në një kompeticion mjaft të rëndësishëm, aty ku pritet padyshim edhe përkrahja mjaft e madhe e publikut vlonjat.